Mirë mëngjesi njerëz, ja ku jam e hën, ora 9, Radio Sol, 89 MHz, horoskop dhe muzik. Pra, mesazhi I yjeve dhe mesazhi muzikor. Mesazhi I yjeve në fat dhe në muzik. Pra, horoskop dhe muzik. Një gjë e vogël para thënie. Nja 2-3 ditë para, se të bëja këtë të sotmen, më ndaloj në rrugë dhe shqefi madh dhe më drejtën kur të ndaloj njerëzit në rrugë. Njëra dhe më tha që e kam emrin Eva. Tash ja, e kishte emrin Eva. Nuk e kishte emrin Eva, nuk e di, po ajo më tha që e kam Eva. Pastaj më pyeti, pse e kisha bashkuar horoskopin me muzikën? Ja sqarova Evës, që me sa duket nuk e ngjon emisionin në radio, dhe po e përsëris për gjithë ata që nuk e kanë akoma të qartë. Unë nuk kam përzier horoskopin me muzikën, por kam bashkuar mesazhet që unë sjell nëpërmjet horoskopit me mesazhin e këngëve rock and roll, me mesazhin e muzikës. Pra ky emision është mesazh nga fillimi deri në fund. Besoj e keni dëgjuar edhe në siglën e hapjes. Mesazhi I yjeve në fat e në muzikë. Kjo sa për sqarim. Shpresoj të kem qenë I vlefshëm me këshillat që kam përcjell gjithë këto kohë. Shpresoj gjithashtu që edhe me muzikën që unë vë në radio të jeni të kënaqur dhe shpresoj gjithashtu që edhe këngët që komentoj e shqipëroj t'ju pëlqejnë. Tashti, nga kjo javë, unë do filloj të sjell një detyrë shtëpie. Ndoshta jo javë për javë, por do jap një detyrë shtëpie për të gjithë ju që më ndiqni dhe më dëgjoni, edhe më shihni. Detyra e shtëpisë për këtë javë është: imagjino sikur të gjitha gjërat më të rëndësishme të jetës tënde janë të përmbledhura në një figurë apo në modelin e një personi. Cila është ajo figurë apo cili është ai person ku është modeli I jetës tënde? Kushdo në për gjitha rrjetet sociale, në për gjitha vendet ku ka mundësi, mund ta komentoj këtë që unë thash. Mund të na japi mendimin, mund të shprehet me I fjalë. Okej? Tashi, e dini që gjatë horoskopit kemi dhe muzikë, dhe ata që sot do të na shoqërojnë janë grupi amerikan I pavarur indie me emrin Bright Eyes. Por më përpara horoskopi. Dashi. Është shumë e rëndësishme të dish t'i përvidhësh momenteve apo situatave, ka thënë antiheroi I filmave me kartona I madhi Homer Simpson. Është e vetmja gjë që na dallon nga kafshët përjashtuar këtu macën, që dita bëj më mirë se sa ne. Domethënë maci është ajo që diti përvidhet situatave më mirë se sa njerëzit, më mirë se kushdo. Unë në përgjithësi nuk mendoj kështu njerëz. Mendoj se njeriu duhet të përballet me situatat e vështira, të marrë përgjegjësitë e tij për sa I takojnë e jo t'i bëj bisht. Por sot, për ty o dash bura grua qofsh, unë jam dakord me Homer Simpsonin. Ti o dash bura grua qofsh, ose je duke u përfshirë në një ngatres për të cilën nuk je përgjegjës, ose po të kërkohet të përmbushësh një detyrë që nuk është e jotja. Në të dy rastet, është më mirë të përvidhesh. Këmbë të lehta, faqja e bardhë, thot populli. Demi. Një shkrimtar apo dikush që ndoshta nuk më kujtohet mirë, ka thënë një gjë që unë e pata mbajtur shënim dhe sot dua t'ua them juve o njerëz të shenjës Demit. Ai njeriu shkruante: në psiqikën e një burri e pavetdijshmja, instikti pra është kaotik, plot zhvillime shpesh të dhunshme e të paarsyeshme, që zhvillojnë por që edhe shkatërrojnë. Ndërsa në psiqikën e gruas, instikti është një burim tepër interesant, plot imazhe dhe veprime të shenjta që arrijnë t'i shprehin kontradiktat e të gjitha formave të jetës me një harmoni të admirueshme. Kështu ka thënë ai buri uji. Me dy fjalë, burrat me instinkt o shkatrojnë o krijojnë, ndërsa gratë mbrijnë që kontradiktat t'i vënë në harmoni ndërmjet tyre. Sipas mënyrës se unë I interpretoj yjet, burrat e shenjës Demit këtë javë ose këto javë deri nga fundi I muajit, ose ndoshta edhe pak muajin tjetër,
do të kenë mundësinë që me instinktin e tyre ta përjetojnë këtë gjë si gratë. Ndërsa gratë do të jenë në pozicionin e kundërt. Kjo në të përgjithshmen nuk ndryshon asgjë, por në marrëdhënie të drejtë për drejta po. Do të jenë burrat ata që do të mundohen të bashkërendojnë gjithçka në jetën e përditshme, në punë, në biznes, në familje. Gra të shenjës demit. Keni kujdes që të mos shkatroni atë çka partnerët tuaj po konstruktojnë. Binjakët. Piktori anglez i viteve 800, John Constable, ishte i shenjës binjakëve dhe ishte i specializuar në peizazhe. I pëlqente të pikturonte fushat dhe çdo gjë që kishte të bënte me natyrën rreth shtëpisë tij. E adhuroi zhurmën e ujit që rrjedh, thoshte. Adhuroi sheljet vajtus, drujnë të kalë burbus prrenjve e lumenjve, gardhet e bëra me dege me balë dhe muret që ju ka rënë suvaja. Janë pikërisht këto gjëra që mua më bën piktor, kështu thoshte ai. Binjak. Bura Graqofshi ju këshilloj që të ndikni shembullin e piktorit John Constable. Duhet të filloni e të kaloni pak më shumë kohë duke admiruar natyrën e fushave, e maleve, natyrën e egër, kudo qoftë, sepse kënaqësia, shplodhja dhe qetësia që do të gjeni do t'ju frymëzoj e do t'ju ndihmoj për të shkëputur nga rutina e ngarkesës mendore të kësaj periudhe dhe do t'i japin pak më shumë vend pjesës emocionale dhe shpirtërore. Me pak fjalë, për të realizuar idenë apo marrëdhënien që po përjetoni, ju duhet të bëni patjetër një shkëputje, larg zhurmës, larg kaosit të përditshëm urban. Me një fjalë, duhet të shkoni të qetësoheni diku. Udhë mbar, pushime të mbara. Gaforia. Tom Robbins është një shkrimtar amerikan që jeton në Seattle dhe ka lindur në 22 korrik, pra i shenjës gafores. Ndër veprat e tij ka dhe një roman të vitit 1976 të titulluar Even Cowgirls Get the Blues, që do të thotë kjo përkthej apo s'ka nevojë, po ju them titullin në origjinal, përkthejeni vetë si të keni qef. Even Cowgirls Get the Blues. Kur flet për një njeri që braktis çdo gjë, por shkon me mijëra kilometra, harxhon edhe qindarkën e fundit derisa arrin te manastiri në pikën më të lartë të Himalajeve. Vetëm e vetëm për të provuar një ëmbëlsirë që e kishte ndëruar gjithë jetën, tortën me peshk tibetiane. Kur arriti ke manastiri, i thanë se nuk ishte sezoni dhe peshkët kishin mbaruar. Dakor, i tha buri, nuk ka peshk, ma bëni me mollë. Kam përshtypjen o gafore, bura grua qofsh se edhe ti shumë shpejt do të provosh një eksperiencë të tillë. Mbase nuk do të gjesh atë çka je duke ndëruar në jeta, në profesion, por në vend të saj do të të ofrohet diçka vërtet shumë e mirë. Gafore, burr a grua qofsh, pranoje, mos thuaj jo. Luani. Me një pasuri prej më shumë se 225 miliard dollarësh, informaticieni Lawrence Joseph Ellison, ose më mirë i njohur si Larry Ellison, i shenjës Luanit, në vitin 2026 është klasifikuar nga Forbes i treti ndër më të pasurit e botës. Edhe mendjemadhësia e tij monumentale është legjendare. Duket sikur Ellison, që është edhe i shenjës Luanit, ka një zemër të papjekur ku egoja është akoma një egërsiere babzitur, i pangopur, i pafre. Po ti e Luan, bura grua qofsh, mendon se je kështu? Në qoftë se po, shpresoj që e ke edukuar egon tënde dhe je kujdesur të paktën që ajo të jetë e fortë dhe e pastër, e bukur dhe elegante. Nuk mjafton të jesh vetëm energji, po duhet të jesh edhe zemërgjër. I aftë të mbrish atë që do, por duke i bërë të lumtur ata që janë në raportet të afërta me ty, si në punë, si në familje, si në dashuri. Për ju, Luanët, kjo është java për të nxjerrë në pa egon tuaj, po egon tuaj pozitive.
Vir Gjeresha. Kur ishte vetëm 3 vjeç, aktori Charles. Kur ishte vetëm 3 vjeç, aktori Charlie Sheen, i shenjës Vir Gjereshës, lëvizi një nga disjet e shtyllës kurizore. Me një fjalë, nxori një hernie dhe tregojnë se bëri një ulurim tepër të gjatë dhe tepër të fortë, një piskam. Unë, o Vir Gjeresha, bura Graqofshi, nuk u këshilloj të bëni edhe ju të njëjtën gjë. Dua t'ju them se nuk është momenti të hyni në sintoni me emocione të forta që ndoshta ju janë shfaqur për herë të parë ku keni qenë tepër të rinj apo të reja. Dhe tani vazhdojnë t'ju ndjekin dhe kanë ngelur për ju po aq të forta. Mbase, inati i drejtë është një prej tyre, apo mbase duhet jenë edhe gjëra të tjera. Ndonjë dëshirë të çmendur, ndonjë gëzim i shfrenuar, etja për ndonjë kuriozitet, a ndonjë e qeshur pafund. Çfarëdo qoftë, duhet të hysh në sintoni me të për të përjetuar atë magji të mrekullueshme që pikërisht në këtë moment të duhet shumë. Peshorja. Peshore, bura Graqofshi, ndiqni me kujdes. Wallace Stevens ka qenë një poet amerikan i shenjës peshores. Në vitin 1955, për veprën e tij, fitoi edhe çmimin prestigjioz Pulitzer. Pikërisht në këtë moment, Universiteti i Howardit i ofroi një vend si pedagog në katedrën e letërsisë. Por Wallace Stevens e refuzoi. Nuk donte të shkëputej nga puna që bënte si zëvendës presidenti një kompanie sigurimesh në Hartford, në Connecticut, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Peshore, bura Graqofshi, në gjysmën e dytë të vitit 2026, edhe ju do të ndodheni përpara një situate të tillë si Wallace Stevens. Do të jeni në një udhkryq, në një rrugkryq që do të duhet të merrni një vendim si ai Wallace Stevens. Do të vazhdoni të bëni atë çka njihni mirë, apo do të shkëputeni për të hyrë një rrugë të re me stimoj më të fuqishëm e me emocione më të forta? Këtë nuk më takon mua t'ua them. Nuk mund t'ju them se cila do të jetë zgjedhja më e mirë. Duhet ta vendosni vetë. Unë dua t'ju them vetëm që duke filluar që këtë javë të ndërgjegjësoheni e të jeni të qartë për vendimin që do të merrni. Akrepi. Sipas shkrimtarit, aktorit dhe humoristit amerikan me origjinë indiane Cherokee, Will Rogers, lindur në shenjën e akrepit, diplomacia është arti për të mbajtur me të mira qenin derisa të gjesh një gur për t'i gjuajtur. Të uroj, o akrep, bura Gruaqofsh, që edhe ti t'ja dalësh sa më parë. Këtë gjuash, kundërshtarët e tu ose presionin për ide që ty të duken të padrejta. Mbaj me të mira derisa të gjesh mundësinë për t'u përballur, derisa figurativisht të gjesh gurin. Dhe gurin do ta gjesh shumë shpejt. Ndoshta edhe pak orë pasi të kesh dëgjuar këtë horoskop. Edhe një këshill. Gurin nuk ka nevojë ta gjuash. Mjafton edhe vetëm ta tundësh në dorë. Do vlej po një lloj. U kuptuam? Shigjetari. Arri duke kryuar veshin ndërkohë që je duke u menduar? Apo mos ndoshta ha thonjt duke parë në një film? Apo ndoshta arri duke shkruar mesazhe ndërkohë që rruhesh që bën tualet, apo që je duke ngarë makinën? Në qoftë se është kështu, do të thotë që je duke ecur shumë më shpejt nga ç'duhet dhe je duke bërë shumë gjëra në të njëjtën kohë. Dhe kjo, o shigjetar, bura Gruaqofsh, nuk është ide shumë e mirë. Javën që po nis, i dashur shigjetar, a shigjetare, e ke të ndaluar sa të thash më sipër, ngadalso. Ke nevojë ti ngadalsosh pak ritmet, shigjetar, bur a Gruaqofsh. Detyroje veten ti bësh gjërat një nga një.
Dhe nuk po ta them sepse shëndeti yt fizik, mendor apo shpirtëror varet prej kësaj. Jo. Është momenti të marrësh sa vendime të rëndësishme për vazhdimsinë tënde. Pra, por kjo varet pikërisht nga qetësia. Vetëm duke qenë i qetë apo e qetë, çdo gjë do t'i gjesh në vendin. Pra, çdo gjë do ta çosh në vendin e vet. Britsjapi. Në romanin Liza në botën e çuditërave, në një moment një zog që fliste me emrin Dodo ose Dodo organizon një garë me ca rregulla të çuditshme. Çdo kush mund të vraponte ku të donte, sa të donte dhe mund të vendoste vetë se kur të fillonte e kur të mbaronte. Natyrisht, në fund të garës ishte e pamundur të kuptoje se kush kishte arritur i pari dhe kështu Dodo ose Dodoja u vetë deklarua fitimtari. Britsjap, bura grua qofsh, të ftoj që në javët në vazhdim edhe ti të marrësh pjesë në një garë të ngjashme. Është momenti më i mirë për të mbritur ca fitore të këndshme e të lehta pa shumë lodhje. Kjo gjë, do të të bëj që t'jesh me më pak preokupime, me më pak stres. Jo vetëm ti, por edhe të gjithë ata që të rrethojnë. Është periudha që gjërat i marrësh pak më lehtëshëm. A u shpjegova, o Britsjap, bura grua qofsh? Ujori. Askush nuk mund të jetë eksaktësisht si unë, dhe unë vetë nga njëherë nuk arri. Ka thënë aktoria komike, eksentrike, e sinqertë dhe tepër mos kokçarse amerikania Tallulah Bankhead. Gjeni se çfarë shenjë është? Ujor, natyrisht. Përpjekja më e madhe e saj ishte t'i gjëmonte hap pas hapi të gjitha dëshirave që i lindnin në kokë në zemër. Për të ishte më sfiduese dhe më argëtuese të ishte sa më e veçantë të ishte e mundur. Unë, për 4 javët në vazhdim, deri nga fundi i muajit, ose ndoshta dhe i çik më shumë, po emëroj si modelin tënd pikërisht këtë ujor bura grua qofsh. Pra, detyra jote për 4 javët në vazhdim, sidomos, është të jesh sa më shumë vetvetja. Peshqit. Është tepër e vështirë të harrosh dhimbjen, por është akoma më e vështirë të kujtosh ëmbëlsinë. Shkruan gazetari dhe shkrimtari amerikan Chuck Palahniuk, ose tamam është Chuck Palahniuk, që është i shenjës peshqve, sepse ka njerëz nga ato që shkojnë i verifikojnë këto emra që unë them që është, s'është, më them tash. Pra, Chuck Palahniuk, që është i shenjës peshqve, nuk kemi se çfarë plagësh të tregojmë për lumturinë, ka thënë ai, se lumturia nuk leshej. Prandaj mësojmë kaq pak nga paqja dhe nga qetësia. Në ditën e vazhdim o peshq, bura gra qofshi, keni për detyrë të tregoni, të vërtetoni se Palahniuk e ka gabim të që thotë. Kur të ndjehesh i përfshirë nga lumturia, kur gëzimi yt i brendshëm të transformohet në një lumturi të vërtetë, fiksoje këtë gjë në kujtesë. Premtoi vetes që këtë gjë do ta kujtosh tërë jetën dhe përdore këtë gjë të fiksuar në kujtesë sa herë që do të duhet për të ndjerë më i ri apo më e re. Dhe ky gëzim apo kjo lumturi që do të duhet ta fiksosh në kujtesë është duke të ardhur o peshk, bur a grua qofsh.